Transmeton Ebu Hurajra, Zoti qoftë i kënaqur me të, se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë Allahu i lartësuar, çdo vepër e të birit Ademit i takon atij përveç agjerimit, thotë. Agjerimi më përket mua dhe unë shpërblej për agjerimin. Pra, të gjithë veprat besimtari i bën për Allahun xhaleshanu, dhe ajo që nuk bëhet për hatër të Zotit, ne dim dhe e kemi përmendur që nuk pranohet nga Zoti xhaleshanu. Edhe namazi, edhe zakati, edhe avdesi, edhe dhikri përmendja Allahu xhaleshanu, edhe ndihmesa, bamirësia që bëhet në emër të Zotit xhaleshanu, dhe çdo gjë që quhet adhurim bëhet vetëm për hatër të Allahu xhaleshanu, që të jetë e saktë dhe e pranuar tek Zoti xhaleshanu. Ama Zoti xhelaluhu deshi në vëllezërit e mi dhe motra muslimane që të na tregojë se ky agjërim, i cili është agjërimi i muajit Ramazanit dhe që është obligim dhe është detyrë për çdo musliman dhe muslimane, ka vlera të veçanta, ashtu siç nga natyra e tij është vepër e veçantë, që më tepër është vepër shpirti, vërtetësinë e tij e din vetëm Allahu xhaleshanu. Dikush mund të thotë unë jam agjërueshëm, po nuk është agjërueshëm, dhe vetëm Allahu xhaleshanu e din vërtetësinë e asaj vepre, pra atij agjërimi që bën personi.